Të nderuar vëllezër dhe motra, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ja ku jemi edhe në një takim me ju për të folë inshallah për pejgamberin e parë, për rasulin e parë në fytyrë të tokës, apo për babain e dytë të njerëzimit pas Ademit alayhis salam. Sot inshallah do të folim për Nuhin alayhis salam, të cilin Allahu Taala e quajti rob falëndërues, i cili falënderon të Zotin e vet. Dhe Allahu Taala në mesazhin e tij të fundit dërguar njerëzimit në librin e tij të fundit në Kur'anin famlar e emërtoi edhe një sure të tërë me emrin e tij, me emrin e Nuhit alayhis salam. Nuhi alayhis salam, sipas Ibn Jarir at-Tabari në tarihun e tij, në historinë e vet, një prej dietarëve të njohur dhe mufesirëve të njohur, si dhe historianëve të njohur të historiografisë islame, thot se lindi diku rreth 126 vite pas vdekjes së Ademit alayhis salam. Mes Nuhit alayhis salam dhe Rasulullahit në të vërtetë dhe Ademit alayhis salam, Ibn Abbas radiallahu anhu në një ether të tij që transmeton Imam Buhariu sahihun e vet, thot se kishte 10 shekuj, karn, disa thanë 10 gjenerata. Të gjitha këto gjenerata të cilat kishin jetu prej kohës Ademit alayhis salam e deri te Nuhi alayhis salam kishin qenë gjenerata që kishin adhuru Allahun Taala. Të gjitha e besonin Zotin e tyre dhe adhuronin Allahun Taala. Por në kohën e Nuhit alayhis salam, populli i tij filloi që të devijonte prej rrugës së pastër Allahut Taala. Rruga e Allahut Taala është Islami. Prej Ademit alayhis salam e deri te Muhamedi alayhis salatu wassalam, që të gjithë predikuesit e numri i tyre, sikur që ka treguar Resulullah sallallahu alaihi wasallam, është 124.000 pejgamber, që të gjithë këta pejgamberler të Allahu Taala kanë prediku atë që Zoti kishte zgjedhur për njerëzimin, ajo ishte Islami. Por Ademi alayhis salam, shiti ose shith në gjuhën arabe, si dhe Idrisi alayhis salam, që janë përmend Kur'an, ishin enbiya ose nebi, do thot pejgamberler që u tregonin mesazhet e Allahut Taala. Por rasul, sikur që ishte Nuhi alayhis salam, që Resulullah sallallahu alaihi wasallam na tregoi se është i dërguari i parë, rasuli i parë në fytyrë të tokës, në hadithin e gjatë të shefatit, kur njerëzit do të shkojnë te Ademi alayhis salam dhe do të kërkojnë që ai të ndërmjetësojë te Allahu Taala që t'u lehtësojë dhënien e llogarisë, ai u tha, shkoni te Nuhi që është rasuli i parë, i dërguari i parë në fytyrë të tokës. Është dërguar si rasul për arsye se populli kishte fillu të mohonte ekzistimin e Allahut Taala dhe obligimet që kishin ndaj Allahut Taala. Apo më mirë themi, populli i bënte shirk Allahut Taala. Edhe ata të cilët e besonin i shoqëronin Allahut Taala zotra të tjerë, sikur që kishin Waddin, Yesuin, Suwadin, Yeguthin, Yaukin dhe Nesrin. Do thot këta ishin disa prej idhujve që ata i adhuronin. Gjenerata dhe gjenerata me shekuj kishin jetu në tauhid të pastër, në adhurim të pastër të Allahut Taala. Por dal ka dal shejtani me kurthat e veta bën që njerëzit i devijojë prej rrugës së pastërt, rrugës Allahut Taala. Dhe duke i pasë njerëzit ishin mërzit që disa prej njerëzve të mirë të tyre, të popullit tyre, kishin ndru jetë dhe kishin vdek, dhe duke i pasë njerëzit i çmonin ata, i vlerësonin ata dhe vajtonin dhe i përkujtonin ditën e vdekjes së tyre, Iblisi, lanatullahi alej, i mallkuar qoftë për Allahu Taala, e shfrytëzoi me mençuri këtë çështje dhe filloi që njerëzve t'u propozoi që të bëj vizatimin e tyre. Ju paraqit njerëzve në formë të njerëzit dhe u tha, a nuk është mirë që të pikturojmë pikturën e tij që fëmijët e juaj, cilët s'kan pas fatin që të takohen me ta,
që të shohin fotografitë e burrave të mirë, të cilët kanë qenë adhurues të mirë të Allahut Teala. Dhe ky propozim i iblisit hasi në mirë kuptim për atyre të cilët përkundër njetit të mirë që kishin, që vërtet mendonin se në këtë formë do të tregonin histori për burrat e vet të mirë të popullit të tyre, pranuan që të pikturoheshin figurat e tyre. Pas një periudhe të shkurt, erdhi iblisi dhe u propozoi që të bënte skulpturimin e pikturave të tyre. Dhe kërkoi prej tyre që të bënte bustet apo shtatoret e tyre dhe që njerëzit të mojnë të shohin edhe trupin se sa kanë qenë të gjatë dhe çfarë forme kanë pas. E pastaj me kalimin e kohës vjen dhe e bën fitnën tjetër, e ajo ishte që të propozonte që të bënin ata nga një statu të tillë, nga një shtatore të vogël, nga një skulpturë të vogël, dhe secili prej tyre ta kishte shtëpinë e vet e mos mundohej të dilnin në mejdanin apo në vendin ku e kishin shtatorën e burrave të tyre të mirë. Waddi ishte për atyne burrave të mirë. Dhe disa thanë që ka qenë prej djemve të Ademit a.s. për djemve më të mirë që i ka pas Ademi a.s. dhe shërptor i madh i babait të vet. Dhe është njohur për devotshmëri. Dhe ky që e njihnin të tjerët si njeri devotshëm, keq përdoret figura e tij dhe fillon për herë të parë të përhapet idhujtaria në fytyrë tokës, duke bë skulpturimin e figurës së tij, e pastaj propozonin që nëpërmjet tij të ndërmjetësonin te Zoti i tyre. Dhe këtë mirësi të tyre e keq përdori dhe bëri që ata të adhuronin skulpturat e tyre të vogla. Dhe u paraqit për herë të parë shirkun në fytyrë tokës dhe thuhet që idhulli i parë që ishte idhulli i Waddit, i këtij burrit që tha të mirë, që dallohej për devotshmëri. Dhe Allahu Teala sa herë që njerëzimi lajthit dhe largohet prej rrugës së drejtë, Allahu Teala dërgonte përkujtues të këtyre njerëzve që tua përkujtonte atyre rrugën e drejtë dhe rrugën që Zoti i tyre u kishte caktu Ademit a.s. dhe bijve të tij në fytyrë tokës. Dhe Allahu Teala e dërgon Nuhin a.s. i cili, sikur që thot Allahu Teala, qëndroi në mesin e tyre, mesin e popullit të vet, qëndroi si pejgamber 1050 vjet, citu nga Kurani, që do thot 950 vjet ishte mesin e tyre, si thirrës, si pejgamber i Allahu Teala, si Rasulullah që u tregonte ç'është e urdhëruar dhe ç'është e ndaluar prej Zotit të tyre, dhe i thriste në besim në Allahun Teala, në tauhidin e pastërt. Me po, sa herë që i thriste në rrugë të Allahu Teala, e mohonin që të i përgjigjeshin thirrjes së tij. Dhe Nuhi a.s. kur i thriste që të adhuronin të vetmin Zot, dhe ju thoshte ja qaumi ubudullah, ja qaumi ubudullah, o popullim, adhuroni Allahun Teala, ma lakum min ilahin ghayru, ju nuk keni Zot tjetër përveç Allahu Teala, se unë friksohem për ju për ndëshkimin e ditës së madhe. Surat A'raf, ajeti 59. U atërhiqte vërejtën se këtë çfarini duke e bë është në kundërshtim me mësimet e Zotit tuaj. Mirë po, ata ne e përgënjeshtronin, ata e refuzonin, ata nuk pranonin thirrjen e këtij pejgamberit të Allahu Teala dhe thirrjen e vet Allahut Jalla Jalaluhu. Dhe u thoshte se ja qaumi laysa bi dalala, walakinni rasulun min rabbil alamin. I thonin ti i deviju, ti ke lujt, ti ke deviju, ti nuk je kërka. Sa kjo thoshte, unë nuk kam deviju, por unë jam i një dërgum i Zotit, një dërgum i Allahu Gjellëshanu që më ka dërgu tek ju
e ai është Zoti i botrave. Ubelligukum risalat Rabbi, i përcjelli mesazhet e Zotit tim drejtuara ndaj juve, wa ansahu lakum, dhe jam këshillues i juaj. Mirë po, me gjithë këtë sqarim, me gjithë ato mujize dhe argumente që u jepte atyne se ky ishte i dërguar me Allahu Teala, ata vazhdonin që të mohonin pejgamberllëkun e tij. Dhe një prej faktorëve që i shtynte njerëzit i mohonin dërgumit Allahu Teala ishte se ata mendonin se nëse vjen dikush me mesazh prej Zotit, ai nuk duhet të jetë sikur ata. Se ai duhet të jetë një figurë mitologjike, se ai duhet të ketë fuqi mbi natyrore, se ai nuk duhet të haje sikur ata, se ai nuk duhet të pije sikur ata, se ai nuk duhet të ketë gru dhe nuk duhet të ketë fëmijë, se ai nuk duhet të del nëpër pazare, në qarshi që të bëj tregti me ta, me po thjesht ai duhet të jetë jashtë toksor dhe mos të jetë i ngjajshëm me ta. Dhe i thanë në surat Hud ajeti 27, me sa shohim ti e njeri sikurse edhe ne, dhe shohim se pa mendu fare të pasojnë ty vetëm ata që s'janë askush ndër ne. Ne thënin po të shohim se ti nuk ke kurrë dallimi prej neve. Nëse ata që po vinë mas te, ata që po të pasojnë, ata që po të besojnë thirrjen tënde, ata janë shtresa më ulët sociale dhe shoqërore që neve e kemi. Dhe për fat të keq, sot e kësaj dite vazhdojnë njerëzit të cilët kanë pozita të tyre shoqërore apo materiale, vazhdojnë që gjithnjë të nënçmojnë ata të cilët janë nëpër xhamia apo ata të cilët janë të udhëzuar për Allahu Teala. Dhe thojnë, ata të cilët janë në xhami, ata nuk kanë kravata, nuk kanë pasuri, nuk kanë pozita shoqërore, shiqoni çfarë shtrese është duke u fal, çfarë shtrese shoqërore është duke u fal. Të njëjtat fjalë i thënin edhe krerët e popullit të Nuhit a.s. Ata lavdëroheshin me vetveten e tyre. Ata krenoheshin me pozitat e tyre dhe pasurit e tyre. Dhe i thënin, ata të cilët janë duke të pasu ty janë askushi ndër ne. Përkundrazi, ne ju konsiderojmë juve për gënjeshtar. Ne ju konsiderojmë juve o Nuh si rëncan të jetu rajt. Njëtën fjalë ja thanë edhe Muhamedit alayhi salatu wassalam, i cili deri dje ishte i njohur me ofiqin El Amin, besnik, momentin kur i thiri në rrugt Allahu Teala dhe u tha mos i shoqëroni Zotit shok, se është i vetëm dhe vetëm ai meriton me u adhuru. Me një herë, ai popull që deri dje thriste El Amin, besnik, u armiqësuan dhe etiketun me etiketime të ndryshme. E quajtën Muhamedin alayhi salatu wassalam rëncan, e quajtën sahir, sihirbaz, ose e quajtën magjistar, apo e quajtën shair, e quajtën poet, apo e quajtën me etiketime të ndryshme, vetëm e vetëm mos me i thonë se ishte Rasulullah, i dërguar i Allahut Azza wa Jall. Dhe është interesant se ky popull edhe në ditën e gjykimit, dhe këtë hadith e transmeton Rasulullah sallallahu edhe është në Sahihun e Buhariut, se ky popull edhe në ditë kiametit kur Allahu Teala do ta thirrë Ademin, do ta thirrë Nuhin alayhis salam para popullit vet, do të thotë, a i ke përsjell mesazhin tim te këta njerëz se nuk ka popull që Allahu Teala nuk ua ka treguar aty në mesazhin e tij hynor. Nuk ka popull që e kalon Allahu Teala pa udhëzimin e vet hynor. Është interesant se ky popull do të mohoje se kanë qenë të thirrur prej Nuhit alayhis salam. Dhe do thojmë, jo, nuk është e vërtet që ky ka ardhur edhe na ka treguar neve për Zotin dhe ligjet e Zotit dhe mesazhin e Zotit. Atëherë Allahu Teala edhe pse e din më mirë, po për më qetësu zemrën aty do t'i thote Nuhit alayhis salam, a ke argument o Nuh që ti ke thirr këta në rrugë? Do t'i përgjigjet dhe do t'i thote po. Kush është argumenti yt? Do thote është Muhamedi alayhis salatu wassalam dhe ummeti i tij. Subhanallah. Ne do të shkojmë dhe do të dëshmojmë para Allahu Teala që Nuhi alayhis salam 950 vjet i ka thirrë në rrugë të Zotit. Për nga kjo e drejtë që ne të dëshmojmë prej librit të Allahut që e kemi në mesin tonë, për mesazhet të fundit, që Allahu Teala na ka tregu që Nuhi alayhis salam
ka thirr popullin e vet. Me po siç ka thënë Nuhi alayhis salam, sa herë që i thrisja, subhanallah, njerëzit kur dëgjonin që po afrohej Nuhi alayhis salam dhe po i thriste në rrugt Allahu Taala, i mbyllnin sytë e tyre, i mbyllnin veshët e tyre, i mbolonin kokat e tyre me teshat e tyre, apo kthenin fytyrën anash, apo dhe ndronin rrugën. Nuk dëshironin që të bisedonin dhe të kishin bisedë me Nuhin alayhis salam, i cili vazhdimisht i thirri, u përkujtoi edhe shëmbëltyrën e krijimit të tyre, se si Allahu Taala i kishte kriju, u përkujtonte edhe të mirat që i kishin përreth tyre, se gjitha këto janë prej Zotit, por megjithatë mohusit mohonin dhuntit Allahu Taala, mohusit, kafirat dhe mushriket pa besimtarët mohonin se ai ishte vërtet i dërguar i Allahu Taala dhe se ai po e barte mesazhin hynor të Zotit të tyre Allahut Taala. E tërë kjo bëri që dëshpërohej Nuhi alayhis salam, se baballarët të cilët thrisnin, të cilët dëgjonin thirrjen e Nuhit alayhis salam dhe thirrjen e tij për në rrugë të Zotit, le që vet nuk e dëgjonin dhe nuk e pasonin Nuhi alayhis salam, por u përcjellnin evladëve të tyre që mos dëgjojnë fjalët e tij dhe vazhdimisht refuzonin davetin e tij. Dhe para se me vdek prindi i thoshte evladit vet, mos gabo me shku edhe me e dëgju fjalën e këtij njerit i cili është duke rrejt, kënë se po na bjerë neve mesazh prej Allahut, për Allahut Taala. Dhe sa Nuhi alayhis salam me gjithë këtë ishte i durueshëm, por kur e pa se më nuk kishte rrugdalë, se ishin shumë të pakt ata të cilët kishin pranuar thirrjen e tij, i tha Allahu Taala, o Zot, më kanë mund, ti je ai i cili mundesh të ndihmon në këtë çështje. Se më përgënjeshtruan dhe nuk më dëgjuan. Atëherë Allahu Taala i zbriti Nuhit alayhis salam dhe i tha, ti ma mos u mërzit ja Nuh, për arsye se nuk ka me ardhë dhe nuk ka me dëgju asnjëri më prej popullit tënd, prej këtij popullit mizor. Po çfarë duhet të bëj unë ja Rab? Tha Allahu Taala, merr dhe ndërto një anije të madhe. Një anije, po, një anije në një vend ku nuk kishte ujë, ku nuk kishte det, ku nuk kishte lumen, ku nuk e kishin pa kur anijen. Në një vend të thjesht, në një vend të thatë, në cilën nuk kishte lumej e lema deti, Allahu Taala e urdhëron dhe i thot Nuhit alayhis salam, ti mos u pikëllo për atë që të punojnë ata dhe ndërtoje barkën në mbikëqyrjen tonë dhe me frymëzimin tonë dhe mos mu drejto më për jo besimtarët, ata do t'jenë përmbytur. Surat Hud ajeti 37. Allahu Taala i tha, ndërto anijen. Dhe po unë si të ndërtoj, si me ndërtu Nuh alayhis salam anije kur nuk kishte pa mjeshtrat anijes, kur nuk kishte pa një anije të përmasave të tilla, nuk dinte se si të ndërtohej anije dhe nuk kishte mjeshtrat që e dinin këtë punë, as prej pasuzve të vet. Allahu Taala thot, ti ke me ndërtu anijen dhe këtë do ta bësh sipas udhëzimit tonë e ne do të frymëzojmë ty. Allahu Taala e frymëzoi Nuhin alayhis salam se si do të ndërtonte anijen e tij, e cila do të ishte shpëtimtare për të, familjen e tij besimtar dhe për gjithë pasuesit, ata besimtar të cilët e kishin besuar Allahun që është i Zot i vetëm që meriton mu adhuru dhe kishin besuar pejgamberin lëkun e tij. Dhe Allahu Taala i tha se ti bashkë me besimtarët e tu dhe familjen tënde do të jeni të shpëtuar. Mirë po, ku në anijen e shpëtimit, e cila do t'ju shpëtojë juve prej përmbytjes së madhe në këtë botë, po edhe do t'jeni të shpëtuar inshallah edhe prej azabit Allahu Taala në botën tjetër. Kur filloi ndërtimin e anijes Nuhi alayhis salam, kjo ishte habi e madhe për krerët e popullit të vet dhe në përgjithësi për popullin e vet, të cilët habiteshin dhe talleshin
bënin hajgare me Nuhin a.s. Shkonin dhe qeshnin punishtën e tij. Dietarët kanë përmend se e ka mbjell një drum, të cilin e ka prit diku rreth 100 vjet, kanë thënë që të bëhet dru i madh. E prati drurit ka marrë edhe e ka ndërtu anijen, për cilën disa kanë thënë se ka zgjat 40 vite, e të tjerët kanë thënë se ka zgjat 100 vite të tëra ndërtimi i kësaj anije gjigante, me përmasa gjigante. Dhe thotë Allahu Teala në Sot Hud ajeti 38, dhe ai ndërtonte barkën dhe kur do herë që pranë tij kalonin krerët e popullit tij e përqeshnin atë. Dhe sa ky u akthente dhe u thoshte atyne, nëse ju talleni me ne, edhe ne do të tallemi me ju ashtu siç talleni edhe ju me ne. Nëse ju bëni hajgare me ne, do të vijë dita që edhe ne kemë me bë hajgare me ju. Mirë po, dhe do të kuptoni se kuj do t'i vijë ndëshkimi poshtrues dhe kush do t'jetë në vujtje të përhershme. Me po ne kur të bëjmë hajgare me ju, do t'a shihni se kush e pas ka meritu dënimin prej Allahut Teala, se kush e ka meritu ndëshkimin. Dhe Nuhi a.s. vazhdonte ta ndërtonte këtë anije të përmasave të mëdhaje gjigante, që sikur që kanë thonë dietarët, për shembull Thauri thotë se ajo ka qenë diku e gjatë 80 arshin, ndërsa e gjerë 50 arshin. Të tjerët Katade për shembull ka thënë se ka qenë e gjatë 300 arshin, ndërsa e gjanë 50 arshin. Ndërsa arshini ose kuti është një dorë kraho të njeri normale, e cila është diku 40 deri në 45 centim. Ndërsa Ibn Abbas radiallahu anhu tha se gjatësia e anijes ishte 1200 kut ose 1200 arshin, që do të thot ishte mbi 500 metra e gjatë, ndërsa ishte e gjerë mbi 600 kut ose arshin, që do të thot se ishte gati 300 metra e gjatë. Dhe këto ishin përmasat sipas dietarëve të anijes së Nuhit a.s. Por përkundër dallimeve në mendime për gjatësinë e anijes dhe gjerësinë e saj, që të gjithë dietarët janë të pajtimit që lartësia e anijes ka qenë diku rreth 30 kut ose 30 arshin, që do thot gati diku mes 13 dhe 15 metrave lartësi, dhe ka qenë në tre kate e ndame. Në katin e poshtëm janë vendos shtazët. Allahu Teala e urdhëroi Nuhin a.s. që prej çdo gjallëse të merrte nga një qift mashkull dhe femër, prej shtazëve, prej shpezëve dhe prej atyre burrave me gratë e vete, që edhe njerëzit të ishin bashkë me Nuhin a.s. Në katin e poshtëm u vendosën shtazët. Në katin e mesëm, katin e dytë të anijes u vendosën Nuhi a.s. me djemt e vet, si dhe me besimtarët, të cilët ishin me familjet e veta, e në katin e epërm u vendosën shpezët. Të gjithë të cilët erdhen me gratë, thanë këta besimtari kishin gratë e veta që kishin besu ata, dhe sa Nuhi a.s. nuk erdhë me gruan e vet, për arsye se gruaja Nuhit a.s. ishte pa besimtarë dhe kishte refuzu pejgamberllëkun e tij. Dhe ishte jo besimtare dhe nuk kishte meritu që tjetë për atyne të cilët do t'jenë të shpëtume, edhe në barkë në këtë dynja, po edhe në botën tjetër. Dhe djali tjetër, po ashtu ishte për atyre të cilët nuk e kishin besu pejgamberllëkun e Nuhit alayhi salam. E ky djalë, sipas historianëve islam, e ka pas emrin Jami. Jamin ka qenë djalë i cili nuk e ka besu pejgamberllëkun e Nuhit alayhis salam dhe është përmbytjen e madhe. Ndërsa 3 djem tjerë, me të cilët djem është ardhë fara deri ku jemi neve sot, dhe njerëzimi për herë të dytë, sikur që e quajtëm Nuhin alayhis salam baba i dytë i njerëzimit, se kjo përmbytje ishte aq për masave të mëdha, saqë nuk la njeri në fytyrë tokës pa besimtar, që të gjithë i mbyti. Dhe fara njerëzore rishtas kishte fillu nëpërmjet Nuhit alayhis salam dhe nëpërmjet djemve të tij, të cilët i kishte 3, këta janë Sami, Hami edhe Jafethi. Dhe sa Jamin
ky nuk e dëgjoi babain e tij dhe kur filloi uji të del, kur Allahu Taala i tha se uji do të dilte dhe atë prej filloi prej tenurit. Tenur është, sipas dietarëve, quhen gjuhën arabe furrat në cilët piqen bukët. Ka mundësi që uji ka filluar në atë vend, prej furrës, ku mas pakti është prit. Aliu radiallahu anhu thot, tenur është agu i hershëm i mëngjesit, kur Allahu Taala urdhron qiejt dhe urdhron tokën që të lëshonin sasira të mëdha enorme të ujrave. Dhe takohen uji i tokës me ujin e qiellit dhe fillon përmbytja e madhe që e pranojnë edhe ehli kitabet, edhe krishterët, edhe qifutët jehudi, por neve para së gjitha si musliman, këtë përmbytje e kemi të përshkruar në Kur'an, në surat të ndryshme të Kur'anit, sikur që është në surat Hud. Dhe Rasulullah i Allahu Taala, i dërguar i Allahu xhalla shanuhu, u vendos në barkën e tij, e tërë sipërfaqja e tokës mbet nën ujë, saqë edhe maja më e lartë e malit më të lartë dhe kodrës e bjeshkës më të lartë fytyrë tokës thuhet që ka qenë mbuluar me 15 arshin mbi majën më të lartë në fytyrë të tokës. Nuk mbet asnjë njeri pa besimtar në fytyrë të tokës. Të vetmit të shpëtuar ishin të shpëtumit e barkës së Nuhit a.s. Në këtë edhe botë tjetër. Të gjitha ata të cilët shpëtuan ishin të barkës së Nuhit a.s. Nuhi a.s. ju dhimbs djali i vet. Dhe kur e pasën nuk po hypte në barkë, nuk po hypte në atanijën gjigante, ju drejtua edhe një herë dhe Allahu Taala na e transmetoi atë dialog mes Nuhit a.s. dhe djalit tij në surën Hud ajeti 42 dhe 43, kur i tha o birim, hip me ne e mos u bë me kafirat me mohusit. O e vlat, hec o biri babës, hec dhe dije se sot është dita e ndëshkimit të madh, se sot Allahu Taala është i hidhur dhe ka vendos me ndëshku ata të cilët nuk dëshirojnë me dëgju mesazhin e Allahut dhe dërgumin e Allahut Taala. E mos u bën ti me mohusit, eja dhe hyp. Ai çfarë i tha babait vet? Edhe pse nuk e mohoi se do të ketë përmbytje të madhe. Për arsye se veç filloi këto fjalë ishin kur veç filloi përmbytje, kur shiu binte rrebesh dhe kur tër toka nxirrte sasi enorme të ujit, kur filloi mu ngrit niveli i ujit. Ai kur e pa këtë çështje i tha babait vet, do të strehohem ndoj kodër, do me hyp në majë të kodrës, e cila do të mbroj mu nga uji. S'mund me mbati mu kur gjë, se unë hypin majë të kodrës. Dhe duke e ba dialogun, duke i tha Nuhi a.s. sot askush nuk do të kursehet nga dëshkimi i Allahut përveç atij të cilin e mëshiron ai, e një val i ndau ata dhe ai që i mbytur, thot Allahu Taala. Gjatë bisedës e sipër erdhi një val e madhe e cila e gëlltiti djalin e Nuhit a.s. para syve të tij, i ndau dhe Allahu Taala e mbyti edhe këtë mohus, edhe pse ishte djali pejgamberit Allahu Taala. Dhe asnjëri prej neve, ndëruam vëllezër dhe motra, mos të mendoje se mundet me preardhën e vet, me fisin e vet, me familjen e vet, me prindin e vet, të mendoje se do ta ketë të lehtë ditën e gjykimit. Tha Muhamedi alayhis salam vajzës vet, oj Fatime, oj bija ime, shtoj sejdët dhe ndihmo veten se vallahi baba jot nuk ka mundësi asgjë me të ndihmu ty në ditën e gjykimit. As Nuhi alayhis salam atë ditë s'mundi me ndihmu djalit vet. Dhe i tha, o Zot, shpëto ma familjen time, ke premtuar se do të jesh shpëtimtar për familjen time. Allahu Taala i tha, innahu laysa min ahlik, ai nuk është prej familjes tënde ja Nuh. Ai cili se besoi Zotin e vet, ai cili nuk besoi ty si dërguar të Allahut, si i zgjedhur i Allahut, si i thu këtij familje jot. Dhe mos mu drejto me lutje edhe një herë që ti mëshiroj une këta pa besimtar. Atëherë Nuhi alayhis salam as një herë nuk e përsëriti duan e tij për djalin e tij, e as për familjen e tij apo për dikën tjetër. Vazhdoi përmbytja e madhe dhe thuhet që mbeten diku rreth 150 ditë mbeten në
anije. Dikur rreth 150 ditë mbeten në anije, kishin pas ushqim të bollshëm, furnizoheshin për Allahu Teala dhe derisa i lëshoi disa shpesë të cilat e kontrolloi terrenin për të pa a ka tokë, a ka filluar që del ndoj deg e lisave apo e tokës së thatë, kur vreti se disa për atyre shpesëve nuk u kthyen, por mbeten në ato vende të thata, atëherë thuhet që ka zbarku në teritorin e Syedhezës Arabe. Është sjell diku rreth Mekës për 40 ditë të tëra rreth Qabës, ka thënë dietarët, e pastaj ka zbarku po ashtu në Syedhezën Arabe, sikur që thot Ibn Kathiri në librin e tij se Allahu Teala tha i kem zbarku në kodën El Juddiya, ndërsa kjo El Juddi, kodra El Juddi thot është e njohur në Syedhezën Arabe, do thot në territorin e Syedhezës Arabe. Atë kohë të Ibn Kathirit ka qenë e njohur, edhe sot e kësaj dite e dim se në atë tokë ka zbarku për herë të dytë Nuhi alayhi salam bashkë me djemt e vet dhe me besimtarët e vet. Thash për herë të dytë, do thot në aspektin që për herë të dytë për mu ringjall fara njerëzore. Çfarë mësime mund me marr për jetës Nuhit alayhi salam dhe se ku vdiq Nuhi alayhi salam, këtë inshallah pas një pushimi të shkurtër do të mundohemi të mësojmë gjithë së bashku deri atëherë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah, Rasulullah, Muhammad, Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Të nderuar miq, ja ku jemi në pjesën e dytë të misionit ton apo takimit ton të sotshëm, ku jemi duke folë për Rasulin e parë, pejgamberin e parë në fytyrë të tokës, po bajën e dytë të njerëzimit për Nuhin alayhi salam. Më herët treguam për atë se qëndroi mbi 950 vite si pejgamberi Allahu Teala mesin e popullit vet, duke i thirrë në tauhid, në besimin e pastër, që ta adhuronin Allahun Teala dhe mos i shoqëronin atij asgjë, po përkundër gjithë mundit të tij si pejgamber dhe thirrjes së tij në mesazhin Allahu Teala, populli vet nuk e besoi dhe refuzoi, përveç një pakicë shumë të vogël. Dhe kjo e bëri që Allahu Teala ta urdhëronte të ndërtonte anijen, të cilën e cila anije do t'i shpëtonte Nuhin alayhis salam dhe besimtarët prej përmbytjes së madhe të ujit e cila ndodhi në kohën e tij. Përmbytje e cila përmbyti çdo gjë të gjallë në fytyrë tokës, ku kishte njerëz të gjithë u mbytën, se kishte bë dua Nuhi alayhis salam dhe thoshte o Zot mos e lë asnjë pabesimtar në fytyrë të tokës. Ai sela neve na duhet të mësojmë prej historisë e pejgamberëve, për arsye se Allahu Teala thot laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab, ka në tregimet e tyre mësime për ata të cilët janë të mençur. Në tregimet e pejgamberëve kemi mësime dhe neve çfarë përfitojmë prej këtij mësime të Nuhit alayhis salam? Ne duhet ditur se njëri cili është në rrugë të Allahu Teala, ai do të provohet për Allahu Teala. Sa më afër që ti je me Allah, çaj do të armiqsohen armiqt e Allahut kundër te. Nuh alayhis salam ishte i dashur i Allahu Teala, por ishte i urrëtur të armiqt e Allahut Teala. Dhe ti si musliman di se do të provohesh. Dhe sidomos daveqiu në rrugë të Allahu Teala do të provohet dhe njerëzit do të flasin fjalë, ndoshta edhe do të përdorin edhe dhunën, përveç fjalëve fyze, ndoshta përdorin edhe dhunën. Për të gjitha këto nuk guxojnë me qenë shkaktar
që daveqiu, ai cili thret në rrugë të Zotit të vet, që të dëshpërohet dhe të largohet prej thirrjes së tij në rrugë të Allahu Teala. Allahu Azza wa Jalla thot wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila, bën sabër në atë çfarë të thojnë ty o pejgamber dhe largohu prej tyne me të mirë. Neve çdo herë në fjalët e njerëzve nuk duhet vënë veshin gjithnjë ta shejtanëve të tyre, se asnjëherë s'ki me i pa që pa besimtarët me qenë të kënaqur me besimtarët e sinqertë, cilët janë sinqertë me Allahun Teala. Po ashtu dije se e tërë fuqia i takon Allahu Teala dhe çdo fjalë, çdo punë të mirë të cilën e bën mbështetju Zotit, mbështetju Allahut Teala. Nuh a.s. ishte sabërli, i dorushëm në nënçmime dhe fyret e tyre. Po ashtu i mbështetej Allahu Teala, Zotit të vet. Edhe ne do të mbështetemi Allahu Teala, se Allahu Teala thot: "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." I mjafton njeriut Allahu, ai i cili mbështetet Allahut, Allahu i mjafton atij. Ti aleatin më të mirë e ki në Zotin e gjithësisë. Nëse i ke punë të mirë me Allahun Teala, mos u mërzit çfarë thojnë armiqtë e Allahut Teala, se dije se ndihma e Allahut do të arrije dhe do të zbretë dhe do të ndihmoje Zoti ynë. Prandaj thot dietarët thënë që një prej mësimeve që marrim prej tregimit të Nuhit alayhis salam është që ndihmesa dhe fitoria u takon besimtarëve, përkundër vështirësive që mund me i pas. Në fund, fitoria në fytyrë tokës do të takoje muslimanëve dhe besimtarëve të sinqertë. Se thot Allahu Teala: "Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad." Neve do të ndihmojmë të dërguamit ton, neve do të ndihmojmë pejgambertar dhe do të ndihmojmë ata që kanë besuar në këtë botë, po edhe në botën kur do të dalin dëshmit, edhe në botën e gjykimit, Allahu Teala do të na ndihmoj. Dhe thot, po ashtu Allahu Teala: "Wa kana haqqan alejna nasrul mu'minin." Dhe është obligim për ne që t'i ndihmojmë besimtarët. Po ashtu shpëton për azabit Allahut çdo njeri që është besimtar. Dhe sa do të ndëshkohet me azab të Allahut çdo njeri që është pa besimtar. Shpëton prej dënimit Allahut, po qoftë edhe rob, qoftë në pozitën më të shoqërore dhe materiale. Nëse është i sinqert me Zotin, Allah ka me shpëtuar në këtë dhe në botën tjetër. Dhe sa do të dënohen këtë dhe botën tjetër, po qoftë edhe djali i pejgamberit, Allahu do ta dënojë. Dhe shembulli i dënimit djalit pejgamberit Nuhit alayhis salam në valët e ujit përmbytës që e përmbyti Allahu Teala, ishte shembull se Allahu ju dënon të gjithë ata pa besimtar, Allahu i dënon po qofshin edhe bi të pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall. Prandaj kur mos u mashton me preardhën tënde, por gjithë në shiqo veprën tënde, besimin tënd, ti aje i sinqert me Zotin tënd, dërsa baba, nana, evladi, shoku, miku nuk ka me mund me të ndihmu ty asgjë në ditën e gjykimit, se Allahu Teala thot: "Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi." Është dita e gjykimit, ditë kur njerëzit do të ikin për vllaut vet, për nënës dhe babës së vet, wa sahibatihi wa banihi, për shokëve dhe evladëve të vet. Çdo njeri i mjafton atë ditë çështja e vet. Prandaj kur mos u mashtro se dikush mundet me të ndihmu, pse ti je djali i hoxhës, djali i kryetarit, djali i aktivistit, i ushtarit, i luftarit, i atij dhe këtij, mirë po ty ka me ndihmu vetëm besimi dhe vepra jote e mirë. Po ashtu ajo që neve mësojmë është se fotografitë edhe skulpturat janë gjëra të ndalume dhe këto mund të çojnë deri te shirku, sikur që ndodhi me popullin e Nuhit alayhis salam. Andaj ti pastrojmë shtëpiat tona për çdo gjëje e cila është në kundërshtim me parimet e fesë tonë, e çdo fotografi që përmban shpirt prej koshëve, shpezëve, shtazëve, njerëzve, të gjitha këto të i largojmë prej shtëpiave tona, se nuk hyn me laçet në një shtëpi ku ka fotografi, thot Muhamedi alayhis salatu wassalam, po ashtu edhe rrugët dhe sheshet tona ti pastrojmë prej skulpturave të ndryshme, se madhrimi për ulja, për kulja para tyne qënë në shirk ndaj Allahut
Taala dhe është e ndalume që ti për ulemi dikuj tjetër jashta Allahut Taala. Lusim Allahun xhalla shanu ta ketë mëshiru këtë pejgamber dashur të Allahut Taala që ka qenë rob falëndërues, i cili ka zbarku nga gadishullin arabik dhe thuhet që ka vdek në afërsi të Mekës edhe është varros atyne. E lusim Allahun Taala ta ketë shpërblim me xhennet dhe lusim Allahun Taala të na bashkojë me këtë pejgamber të tij të dashur, me këtë rob falëndërues. Allahu xhalla shanu na bëf që edhe neve të tjerëve të cilët jemi në rrugt të Allahut Taala të na jep durim dhe të shpërblehemi me mirësitë e tij në këtë dhe në botën tjetër. Deri në takimin ton të radhës, mbetçi të mirë dhe me rizq të bollshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.